Përshëndetje të dashur miq, këtu kam sjell salmon gratinato në furrë, të shoqëruar me kungullesha e karota. Dje e kam përgatitur të recet, nuk isha kohë që ta postoja, e keni vënë re që unë postoj gjithmonë receta të shpejta me pak përbërës, se di shumë mirë se shumë i kesha se puna ime, punojmë dhe nuk kemi kohë që të rrim gjithë ditën në kuzhinë. Megjithatë edhe këto punë duan punë. Kungulleshat i pastruar me lam dhe unë i rash kur dje me këtë mikshin si për karotat edhe kungulleshat, megjithmonë që ja dola mirë një lugë krip, pak piper, i skuqim pak me vaj ulliri, pak fare nuk ka nevojë se janë të grira imët. I edhe një filxhan kafeje ujë, i mbuloj me kapak derisa të zbutem. T'i lejm pak krokante, 2-3 minuta nuk ka nevojë shumë, sa ta bulloj ujin. Në një mikser buk të ngelur, unë e thaj gjithmonë bukën, një dorë majdanoz, 30 pin hudhër, pak piper dhe përgatitim atë siç i thon këtu pangratato, bukë e thekur e grirë me majdanoz dhe me hudhra. Ja edhim sipër, mbasi e kemi pjekur salmonin e poqa me 250 gradë për 10-12 minuta. E nxora, i hodha atë pangratato sipër që përgatitëm, e lash 3-4 minuta, e nxora, e vura në një pjetancë, si hodha pak yndyrën e vet, e stolisa pak me pangratato, me majdanoz, gjithë majdanozi, këto janë dhe karotat edhe kungulleshat, e kur thot Eli që ta hash me sy. Shpresoj që t'ju pëlqejnë dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme. Ciao ciao.